Fillojmë mbledhjen e Komisionit për Ekonominë, Punësimin dhe Financat dhe siç e kemi njoftuar dhe më parë, sot kemi dëgjes me Bankën e Shqipërisë për raportin me premtarisë vjetore të bankës për vitin 2025. Për këtë raportim ne kemi ftuar guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zotin Gejt Cejko, i cili shoqërohet nga zonja Natasha Metaj, zëvendës guvernatore 2 dhe nga zoti Eral Themeli, drejtori i Departamentit Politikës Monetare. Gjithashtu prezent në sallë kemi zotin Donald Duraj, shef kabineti, zonjën Ermira Tepelena, Departamenti Mbikëqyrjes, zonjën Erinda Çaushi, përgjegjëse e sektorit komunikimit, zotin Henry Heri, përgjegjës i zyrës së protokollit, zotin Tedi Arifi, që vjen nga zyra e shtypit. Dhe relator për veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë për vitin 2025 jam caktuar unë. Pasi të bëhet raportimi nga guvernatori, do të dëgjojmë fjalën e relatorit, pastaj mund të kalojmë në pyetje dhe në diskutime. Që kështu, fjala është për ju zoti Sejko, faleminderit. Faleminderit, e nderuar zonja kryetare e komisionit, të nderuar zonja dhe zotëri deputet. Në radhë të parë, më lejoni t'ju falenderoj për ftesën dhe mundësinë që na jepni për të prezantuar përpara këtij komisioni të nderuar raportin vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2025. Sikundër e kemi theksuar edhe më parë, Banka e Shqipërisë e shikon procesin e dialogut të rregullt me Kuvendin si elementin më të rëndësishëm të transparencës dhe llogaridhënies së tij institucionale, element i cili jep kuptim më të plot pavarësisë dhe lehtëson përmbushjen e misionit tonë si bankë qendrore. Ky mision ka qenë dhe mbetet i pandryshuar. Misioni është ruajtja e stabilitetit të çmimeve dhe mbështetja e stabilitetit financiar të vendit si parakushte të domosdoshme për një rritje ekonomike sa më të shpejtë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Në këtë kontekst dëshiroj të theksoj që në fillim të fjalës se Banka e Shqipërisë ka përmbushur me sukses këto objektiva. Politika jonë e kujdesshme monetare ka gjeneruar një mjedis ekonomik me inflacion të ulët e të qëndrueshëm, mjedis i cili është pasqyruar mëtej në tregje të qeta financiare, në prime të kontrolluara rreziku, në kosto të ulta financimi dhe rritje solide të kredisë për sektorin privat. Po ashtu masat tona rregullatore, mbikëqyrëse dhe makroprudenciale kanë mundësuar përmirësimin e parametrave të shëndetit të sistemit bankar. Ky përmirësim ka forcuar stabilitetin financiar në vend, ka rritur rezistencën e sektorit bankar ndaj goditjeve, si dhe ka sjellë një zgjerim më të shpejtë, sasior dhe cilësor të ndërmjetësimit financiar. Stabiliteti monetar dhe financiar i vendit ka bërë të mundur ruajtjen e trendit pozitiv të zhvillimit ekonomik vendit edhe gjatë vitit 2025. Vëllimi i aktivitetit ekonomik, punësimi dhe pagat në sektorin privat jo bujësor shënuan një rritje solide duke nxitur rritjen e të ardhurave dhe përmirësimin e bilanceve financiare të bizneseve dhe të familjeve shqiptare. Paralelisht me to, treguesit kryesor stabilitetit ekonomik të vendit, deficiti llogarisë korrente, deficiti buxhetor, borxhi publik dhe ai huaj i vendit shënuan në rënje, ndërsa rezervat valutore të Bankës së Shqipërisë shënuan rritje. Këto dinamika zhvillimi sugjerojnë se ekonomia shqiptare ka baza relativisht të shëndosha rritje dhe se rezistenca e saj ndaj goditjeve potenciale është përmirësuar mëtej. Paralelisht me punën për përmbushjen e misionit ton primar, Banka e Shqipërisë ka shënuar progres edhe në drejtim të realizimit të gjithë detyrave të saj ligjore dhe angazhimeve institucionale. Në veçanti dëshiroj të evidentoj progresin e bërë në drejtim të zhvillimit më tejshëm të sistemit pagesave nëpërmjet ofrimit të platformave më të sofistikuara teknologjike, përmirësimit të bazës rregullatore dhe uljes së kostos së transaksioneve. Këto reforma u kurorzuan me antarësimin e Shqipërisë në SEPA dhe fillimin e transaksioneve në muajin tetor 2025. Po ashtu dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë ka punuar me përkushtim për realizimin e detyrave institucionale që kemi në kuadër të procesit integrimit evropian, si nëpërmjet vijimit të dialogut me partnerët evropian në fushën e politikave ekonomike dhe monetare, ashtu dhe nëpërmjet realizimit të detyrave që kemi në të 5 kapitujt e parafrimit të akujs ku ne bëjmë pjesë. Të nderuar zonje e zotëri deputet, po e kthej tani fokusin e fjalës tek prezantimi i konkluzioneve kryesore të raportit vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2025, raport ky i cili përmbledh punën dhe rezultatet tona gjatë vitit të shkuar, duke filluar nga stabiliteti i çmimeve, ecuria ekonomike dhe politika monetare. Së pari, ekonomia, inflacioni dhe politika monetare e Bankës së Shqipërisë. Ekonomia shqiptare pati një ecuri pozitive gjatë vitit 2025.
Vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend u rrit me 3.8%, i mbështetur nga bilancet e shëndosha të sektorit privat, klima pozitive e besimit, rritja e të ardhurave nga turizmi, kushtet e favorshme financiare dhe rritja e kreditimit. Këta faktorë ushqyen rritjen e konsumit, të investimeve dhe të eksportit të shërbimeve, ndërkohë që politika fiskale pati një natyrë konsoliduese dhe eksportet e mallrave u reduktuan. Në aspektin sektorial, rritja ekonomike mori formën e zgjerimit të aktivitetit në sektorët e shërbimeve dhe të ndërtimit, ndërsa prodhimi bujqësor dhe aktiviteti industrial vijuan të tkurren. Rritja e kërkesës për mallra dhe shërbime u pasqyrua në përmirësimin e mëtejshëm të treguesve të tregut punës gjatë vitit 2025. Punësimi dhe pagat në sektorin privat jo bujqësor shënuan rritje, respektivisht me 5.7% dhe 8.5%, ndërsa norma e papunësisë qëndroi pranë niveleve minimale të 3 dekadave të fundit. Paralelisht me këto zhvillime, inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një nivel mesatar prej 2.2%, nivel ky i njëjtë me atë të një viti më parë. Në të rësi, niveli i inflacionit gjatë 2 viteve të fundit ka qenë i ulët, i qëndrueshëm dhe poshtë por pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë. Ecuria gjatë vitit 2025 ka pasqyruar inflacionin e ulët dhe të qëndrueshëm të artikujve ushqimor, rritjen e inflacionit të qirave dhe të shërbimeve, si dhe reduktimin e inflacionit të mallrave jo ushqimore dhe të mallrave afatgjata. Nga këndvështrimi makroekonomik, ecuria e inflacionit ka pasqyruar nivelet e ulta dhe në rënje të inflacionit jo bazë dhe atij të importuar, ecuri kjo e diktuar nga forcimi i kursit të këmbimit dhe rënja e çmimeve të mallrave bazë në tregjet ndërkombëtare. Nga ana tjetër, presionet nga ekonomia e brendshme kanë shfaqur një rritje të lehtë, por vlerësohen të jenë në linjë me objektivin tonë të stabilitetit të çmimeve, duke reflektuar një balancim më të mirë të kërkesës dhe të ofertës në tregun e produkteve dhe atë të punës, si dhe një ankorim të mirë të pritjeve për inflacionin. Qëndrueshmëria e çmimeve në përputhje me objektivin është treguesi më esencial i stabilitetit të përgjithshëm ekonomik të vendit. Ky stabilitet ka shënuar përmirësim mëtejshëm në thuajse të gjithë dimensionet e tjera të tij gjatë vitit 2025. Lejoni të jem më konkret. Së pari, pozicioni i jashtëm i vendit është forcuar më tej. Vëllimi i eksporteve shqiptare arriti nivelin e 10 miliardë eurove gjatë vitit 2025, duke regjistruar një rritje prej 10.5% krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa raporti i tyre ndaj prodhimit brendshëm bruto shënoi nivelin më të lartë periudhës post-tranzicion. Paralelisht me të, deficiti i llogarisë korrente zbriti në 0.7% të PBB-s, borxhi huaj zbriti në 38% të prodhimit brendshëm bruto, ndërsa rezervat valutore të vendit shënuan vlerën e 7.3 miliardë eurove. Këto zhvillime nuk kuptojnë jo vetëm një ekonomi më konkurruese në arenën ndërkombëtare, por dhe më rezistente ndaj goditjeve të huaja. Duke u ndalur më gjatë në këtë pikë, dëshiroj të shtoj se përmirësimi strukturor i pozicionit të jashtëm të ekonomisë gjatë viteve të fundit është pasqyruar në mbiçmimin relativisht të shpejtë e të vazhduar të kursit të këmbimit të lekut. Ndonse me një ritëm më të zbutur, ky trend ishte i pranishëm edhe gjatë vitit 2025. Së dyti, pozicioni fiskal i vendit shënoi po ashtu përmirësim. Deficiti buxhetor regjistroi vlerën e 1.8% të PBB-s, ndërsa borxhi publik zbriti në nivelin e 52.9% të PBB-s. Rënja e ndjeshme e borxhit publik gjatë viteve të fundit ka pasqyruar procesin e konsolidimit fiskal të materializuar në vlera pozitive të balancës primare, rritjen ekonomike si dhe forcimin e kursit të këmbimit. Përmirësimi i pozicionit fiskal është një zhvillim i mirëpritur. Ai ul primet e rrezikut në tregjet e brendshme financiare, rrit hapësira dhe redukton kostot e financimit sektorit privat, si dhe rrit qëndrueshmërinë e financave publike dhe mundësitë për reagim ndaj goditjeve të mundshme. Së treti, sektori bankar ruajti tregues të lartë kapitalizimi, likuiditeti dhe përfitueshmërie, duke shënuar gjithashtu progres në drejtim të reduktimit të raportit të kredive me probleme. Këto zhvillime kanë mbështetur përmirësimin e ofertës kredisë dhe të shërbimeve bankare, duke mundësuar një ndërmjetësim më efektiv të kursimeve në kredi për sektorin privat. Në një masë konsiderueshme, kjo tablo ekonomike pasqyron edhe kontributin pozitiv të politikës të kujdesshme monetare të ndjekur nga Banka e Shqipërisë. Kjo politikë ka reaguar në kohën dhe në kahun e dur, duke përdorur instrumentet më efektive për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Kështu në përgjithësi,
dhe në përgjigje të ecurisë së inflacionit dhe të forcimit të kursit këmbimit, Banka e Shqipërisë ndoqi një kah lehtësues të politikës monetare edhe gjatë vitit 2025. Ky kah u materializua në reduktimin e normës bazë të interesit në muajin korrik dhe në vijimin e prezencës së shtuar të Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm valutor. Reduktimi në nivelin 2.5% i normës bazë të interesit synoi dhe mundsoi uljen e normave të interesit në tregun financiar. Nga ana tjetër, prezenca e shtuar në tregun e brendshëm valutor synoi balancimin më të mirë të kërkesës dhe të ofertës për valutë në interes të zbutjes të luhatjeve afart shkurtra të kursit këmbimit dhe të parandalimit të devijimeve të kursit nga fundamentet. Këto rreziqe ishin dhe mbeten një faktor potencial rreziku për stabilitetin e çmimeve dhe stabilitetin financiar të vendit. Bazuar në sa më sipër, dëshiroj të theksoj se politika monetare ndjekur gjatë vitit 2025 ka qenë konsistente me objektivin ton stabilitetit të çmimeve dhe efektive në përmbushjen e misionit të saj. Kau lehtësues dhe instrumentet e përdorura ndihmuan ankorimin e pritjeve për inflacionin dhe funksionimin e qetë të tregjeve financiare, si dhe krijuan kushte monetare të përshtatshme për rritjen ekonomike dhe për forcimin e stabilitetit financiar në vend. Në terma më konkret, masat e politikës monetare u pasqyruan në tregje financiare, karakterizuara nga likuiditet i bollshëm, primet kontrolluara rreziku, norma të ulta interesi, një ecuri më e qëndrueshme dhe forcim më i moderuar i kursit këmbimit, si dhe nga rritja e shpejtë e kreditimit. Në këtë kontekst, kredia për sektorin privat u rrit me 14.4% gjatë vitit 2025, e nxitur nga zgjerimi i kredisë në lek dhe me destinacion primar financimin e investimeve të bizneseve. Të dy këto trende kreditimit, pranishme tashmë prej vitesh, janë pozitive për zhvillimin afatgjat të vendit. Rritja e kreditimit në monedhën kombëtare forcon efektivitetin e politikës monetare dhe ul ekspozimin e ekonomisë ndaj luhatjeve të kursit këmbimit, ndërsa financimi i investimeve kontribon në zgjerimin e kapaciteteve prodhuese dhe në rritjen e potencialit afatgjat të ekonomisë. Nderuar zonja e zotëri deputet, lejoni tani të ndalem në shtyllën e dytë të aktivitetit të Bankës së Shqipërisë në punën tonë në drejtim të forcimit stabilitetit financiar të vendit nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të politikës makroprudenciale, rregullimit të kujdesshëm dhe mbikëqyrjes rigoroze të aktivitetit bankar, si dhe rritjes së kapacitetit për ndërhyrje të jashtëzakonshme. Mbikëqyrja bankare dhe stabiliteti financiar. Ecuria e viteve të fundit ka dëshmuar se stabiliteti financiar i vendit nuk është rezultati i rastësisë, por produkti i politikave të kujdesshme, mbikëqyrjes përgjegjshme dhe reformave të vazhdueshme të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë. Në një mjedis kompleks të karakterizuar nga ndryshime të shpejta strukturore dhe sfida teknologjike dhe klimatike, sistemi financiar shqiptar shfaqi përmirësime të mëtejshme sasiore dhe cilësore, si dhe tregoj qëndrueshmëri, fleksibilitet dhe kapacitetet larta përballuese ndaj goditjeve. Në veçanti edhe gjatë vitit 2025, sektori bankar shqiptar ruajti një pozicion solid financiar me tregues të mirë kapitalizimi, likuiditeti dhe përfitueshmëria. Më konkretisht, treguesi i mjaftueshmërisë kapitalit arriti në nivelin e 20.36%, treguesi i kthimit nga aktivet dhe mbi kapitalin arriti në nivelin 1.64% dhe 15.94%, ndërsa likuiditeti i sektorit mbeti ndjeshëm mbi kërkesat minimale rregullatore. Në të njëjtën kohë, cilësia e portofolit kredis vijoi të përmirësohet mëtej me raportin e kreditive me probleme që zbriti në nivelin 3.8%, niveli më i ulët historik që prej vitit 2008. Ky rezultat pasqyron frytet e reformave strukturore të ndërmarra gjatë dekadës fundit, përmirësimin e disiplinës financiare të vetë industrisë bankare, si dhe efektivitetin e masave tona rregullatore dhe mbikëqyrëse. Në funksion të konsolidimit stabilitetit financiar, Banka e Shqipërisë vijoi monitorimin e kujdesshëm të rreziqeve sistemike. Analizat tona evidentuan se këto rreziqe mbeten nën kontroll dhe provat e rezistencës sugjerojnë se sektori bankar ka kapacitetet mjaftueshme për të përballuar këto goditje. Megjithatë, ne vendosëm kufi të sipërm për ekspozimin e sistemit bankar ndaj luhatjeve potenciale në çmimet e pasurive të palujshme rezidenciale, përmes raporteve kredi ndaj vlerës kolateralit dhe shërbimi borxhit ndaj të ardhurave.
Këto masa synojnë të mbrojnë si huamarrësit, ashtu dhe bankat nga goditjet të mundshme në tregun e pasurive të patundshme. Paralelisht me to, sektori bankar vjoj të përmbush kërkesat për nivelin e kapitalit, duke përfshirë shtesat mikro dhe makroprudenciale të kapitalit rregullator. Në fushën e mbikëqyrjes bankare, gjatë vitit 2025, ne u angazhuam intensivisht për forcimin e kuadrit rregullator dhe mbikëqyrës si dhe për afrimin e tij me standardet e Bashkimit Evropian. Një hap kyç në këtë drejtim është vijimi i punës për procesin e ekuivalencës në bashkëpunim të ngushtë me Autoritetin Bankar Evropian. Ky proces synon të certifikojë përputhshmërinë e kuadrit ton rregullator dhe të praktikave tona mbikëqyrëse me metodologjinë dhe standardet më të avancuara europiane, duke i hapur rrugë një integrimi më të shpejtë sektorit bankar në tregun unik dhe duke krijuar premisa për uljen e mëtejshme të kostove të kreditimit, veçanërisht për bankat me origjinë kapitali nga Bashkimi Evropian. Njëkohësisht ne kemi vijuar punën për hartimin e ligjit të ri për bankat dhe ndryshimet në ligjin për shërbimet e pagesave në përputhje me direktivën përkatëse PSD të Bashkimit Evropian. Paralelisht me të, një vëmendje të veçantë kemi kushtuar forcimit të integrimit të sistemit financiar nëpërmjet përmbushjes rekomandimeve të Manival dhe mbylljes së fazës përgatitore për vlerësimin e radhës, si dhe intensifikimin e bashkëpunimit ndër-institucional, veçanërisht me Autoritetin e Inteligjencës Financiare. Gjithashtu, përballë një ekonomie gjithnjë më të digitalizuar, ne kemi vlerësuar me prioritet të veçantë mbrojtjen e qëndrueshmërisë operacionale të sektorit bankar. Në këtë drejtim, kemi hartuar udhërrëfyesin e vetvlerësimit të rrezikut kibernetik dhe po përafrojmë rregulloret tona me standardet europiane DORA, në anglisht Digital Operational Resilience Act. Paralelisht me këto hapa, aktiviteti ynë mbikëqyrës është fokusuar në monitorimin e shkallës ekspozimit ndaj rrezikeve të kreditit, të tregut dhe të atyre operacionale, zbatimin e kërkesave tona rregullatore dhe përshtatshmërinë e sistemeve të brendshme të kontrollit rrezikut. Këto ekzaminime të bazuara në parimet e mbikëqyrjes së bazuar në rrezik janë shoqëruar me lënien e detyrave dhe rekomandimeve konkrete, si dhe marrjen e masave administrative përkatëse. Së fundi, në kuadër të funksionimit të ndërhyrjes së zakonshme, viti 2025 shënoi progres edhe në drejtim të rritjes së aftësisë bankave për të absorbuar humbje dhe për të rikapitalizuar përmes burimeve të brendshme. Në fund të vitit, fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme arriti në mbi 7 miliard lekë, duke përmbushur afro 80% të objektivit të synuar për vitin 2027. Këta tregues ilustrojnë forcimin e qëndrueshmërisë së sektorit bankar dhe rritjen e kapaciteteve për menaxhimin efektiv situatave të jashtëzakonshme. Të gjitha këto zhvillime dëshmojnë se sistemi financiar shqiptar është sot më i fortë, më i qëndrueshëm dhe më i përgatitur për të përballuar sfidat e së ardhmes. Në vijim, Banka e Shqipërisë do të vijë mbetet e përkushtuar për ruajtjen e stabilitetit financiar, forcimin e mbikëqyrjes prudenciale dhe përafrimin e mëtejshëm me standardet europiane. Në vijim, dëshiroj të ndalem shkurtimisht në disa aspekte të tjera të veprimtarisë Bankës së Shqipërisë. Aktivitetet e tjera. Për te misionit saj, për ruajtjen e stabilitetit monetar dhe atij financiar, Banka e Shqipërisë ka vijuar punën për përmbushjen e detyrave të tjera ligjore dhe të angazhimeve institucionale të saj. Këto në drejtim të modernizimit të infrastrukturës financiare të vendit, furnizimit ekonomisë me para fizike cilësore, mirëmbajtjes së rezervës valutore, edukimit financiar, forcimit kapaciteteve institucionale dhe përshpejtimit të procesit të integrimit europian. Një nga arritjet më të prekshme për qytetarët dhe bizneset shqiptare ishte modernizimi i mëtejshëm i ekosistemit pagesave gjatë vitit 2025. Përditësimi i sistemeve kombëtare me standardet më të avancuara ndërkombëtare, përmirësimi i kuadrit rregullator dhe funksionalizimi i SEPA-s kanë sjellë transferta financiare më të shpejta, më të sigurta dhe me kosto dukshëm më të ulta. Pagesat bankare shënuan një rritje vjetore prej 22.7% në numër dhe 18% në vlerë. Pagesat elektronike dhe ato digjitale shënuan një rritje vjetore prej 25.7%, ndërsa operacionalizimi i SEPA-s në muajin tetor mundësoi rreth 166.000 transaksione SEPA me një vlerë totale prej 2.2 miliard eurosh. Dhe të gjitha këto vetëm në harkun kohor të një tremujori.
Këto ndryshime pasqyrojnë investimet e vazhdueshme që kemi bërë në përmirësimin e infrastrukturës kombëtare të pagesave dhe ndërlidhjen e saj me platformat europiane, përmirësimin e bazës rregullatore si dhe rritjen e edukimit financiar. Në këtë drejtim dëshiroj të evidentoj dy zhvillime të rëndësishme gjatë vitit 2025. Së pari, prezantimin e masave rregullatore për eliminimin apo reduktimin e ndjeshëm të komisioneve për pagesat e brendshme bankare në lek dhe në euro. Dhe së dyti, fillimin e punës për zhvillimin e një platforme moderne të pagesave në kohë reale, që quhet TIPS klon ose kloni sistemi TIPS përdorur nga Bashkimi Evropian, të unifikuar me platformën e përdorur pikërisht nga vendet e Bashkimit Evropian, e cila do të japë një hoftë të mëtejshëm përdorimit pagesave elektronike në vend. Këto zhvillime po transformojnë mënyrën se si qytetarët dhe bizneset përdorin shërbimet financiare, duke nxitur rritjen e formalizimit, zgjerimin e përfshirjes financiare dhe digitalizimin e ekonomisë shqiptare. Paralelisht me punën për nxitjen e pagesave elektronike, Banka e Shqipërisë garantoi qarkullimin cilësor dhe të sigurt të monedhës kombëtare, duke ruajtur besimin e publikut tek leku si simboli i stabilitetit monetar dhe financiar të vendit. Në të njëjtën kohë, progresi i rëndësishëm është shënuar edhe në kuadër të integrimit evropian. Parafrimi i mëtejshëm i kuadrit ligjor, rregullator dhe statistikor me ACUIS dhe standardet e Bashkimit Evropian ka forcuar konvergjencën institucionale dhe ka afruar sistemin financiar shqiptar me arkitekturën europiane. Gjatë vitit 2025 ne vijuam punën në drejtim të adresimit të piketave mbyllëse të paraqitura nga Komisioni Evropian për çdo kapitull në përputhje me objektivin e mbylljes negociatave të atarësimit brenda vitit 2027. Rrjedhimisht Banka e Shqipërisë si lider për kapitujt 4, lëvizja e lirë e kapitalit dhe kapitulli 17, politikat ekonomike dhe monetare, ka qenë maksimalisht e angazhuar në përgatitjen e planeve të punës dhe ndjekjen e tyre. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka kontribuar në hartimin e planeve të punës për adresimin e piketave mbyllëse për kapitujt e tjerë si kapitulli 9 shërbimet financiare, kapitulli 18 statistikat dhe kapitulli 28 mbrojtja e konsumatorit. Aktualisht Banka e Shqipërisë po punon për parafrimin e plot të legjislacionit saj, që konsiston në ligjin për Bankën e Shqipërisë, ligji për Bankat e Republikën e Shqipërisë, ligji për shërbimet e pagesave dhe ligji për ndërhyrjen e jashtëzakonshme. Banka e Shqipërisë ka vazhduar të investojë në forcimin e besimit publik përmes rritjes së transparencës, komunikimit dhe edukimit financiar. Në këtë drejtim, aktivitetet e vitit 2025 morën një dimension të veçantë për shkak të kremtimit të 100 vjetorit të themelimit të Bankës së Shqipërisë. Sikundër e kemi theksuar edhe më parë, ky jubilej nuk përfaqëson vetëm një moment reflektimi mbi historinë tonë institucionale, por edhe një mundësi për të projektuar vizionin e Bankës së Shqipërisë për dekadat që do të vinë. Përmes aktiviteteve të zhvilluara gjatë vitit, ne synuam të forcojmë më tej lidhjen e publikut me institucionin, me historinë monetare të vendit dhe me rëndësinë e stabilitetit financiar për mirëqenien e shoqërisë. Ndërkohë, agenda jonë shkencore u fokusua në çështje me rëndësi strategjike për ekonominë shqiptare, duke mbështetur vendimarrjen si dhe duke pasuruar debatin profesional. Së fundi, gjatë vitit 2025, u konsoliduan më tej mekanizmat e qeverisjes brendshme, kontrollit dhe administrimit të rrezikut. Forcimi i proceseve të auditimit, përmirësimi i sigurisë operacionale dhe rritja e aftësisë reaguese në kuadër të vijshmërisë veprimtarisë ka rritur më tej rezistencën dhe eficiencën institucionale të Bankës së Shqipërisë. Në të njëjtën kohë, miratimi i strategjisë afatmesme të zhvillimit 2026-2028 ka qartësuar prioritetet tona institucionale dhe ka vendosur themelet forta për modernizimin e mëtejshëm të bankës në vitet në vijim. Nderuar zonja e zotëri deputet, rezultatet e vitit 2025 dëshmojnë se një qasje kujdesshme, e koordinuar dhe me vizion afatgjatë në hartimin dhe zbatimin e politikave ekonomike jep rezultate konkrete. Rritja e qëndrueshmërisë ekonomike, inflacioni kontrolluar, rezervat valutore në nivele rekord dhe një sektor bankar i shëndetshëm përbëjnë arritje të rëndësishme të cilat kanë forcuar qëndrueshmërinë e ekonomisë shqiptare dhe kanë krijuar baza solide për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Megjithatë, ruajtja dhe konsolidimi i këtyre arritjeve kërkon vigjilencë të vazhdueshme, pasi mjedisi ekonomik dhe financiar mbetet kompleks dhe sfidues.
Pasiguria në tregjet ndërkombëtare, tensionet gjeopolitike, ndryshimet në politika tregtare dhe luhatjet e çmimeve të mallrave bazë vijojnë të krijojnë rreziqe për ekonominë globale dhe për vendin tonë. Në veçanti rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare gjatë vitit 2026 përbën një goditje negative oferte për Shqipërinë dhe partnerët tanë tregtar. Aktualisht natyra e paqëndrueshme e zhvillimeve e bën veçanërisht të vështirë vlerësimin e plotë të pasojave të këtij konflikti. Megjithatë, në gjykimin ton, ndikimi mbi ekonominë shqiptare vlerësohet të jetë i kufizuar për momentin dhe afatshkurtër. Ekonomia jon ka një ekspozim relativisht të moderuar ndaj kësaj goditje, si dhe gëzon hapësirat mjaftueshme për një reagim të kujdesshëm dhe proporcional të politikave monetare dhe publike. Në këtë kontekst dëshiroj t'ju siguroj se Banka e Shqipërisë do të monitorojë me kujdes ecurinë e inflacionit, duke synuar të reagojë në kohën e duhur për të shmangur efektet e raundit të dytë dhe për të garantuar stabilitetin e çmimeve në ekonomi. Në planin afatgjat, sfidat strukturore mbeten po aq të rëndësishme. Përballimi këtyre sfidave kërkon vijimin e politikave të kujdesshme makroekonomike, por edhe përshpejtimin e reformave strukturore që forcojnë kapitalin njerëzor, zgjerojnë bazën prodhuese të ekonomisë dhe rrisin potencialin afatgjat të zhvillimit të vendit. Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë do të vijojë ta ushtrojë mandatin e saj me profesionalizëm, pavarësi dhe transparencë, si garantuese e stabilitetit monetar dhe financiar, si partnere besueshme e procesit të integrimit evropian dhe si institucion në shërbim të interesit afatgjat të qytetarëve shqiptar. Ju falenderoj për vëmendjen dhe për durimin. Kjo ishte fjala për mbledhse për raportin e vitit 2025. Faleminderit.